Dua Lipa nuk është shqiptare e Shqipënisë. Nuk mundesh mi thonë shqiptare kur ajo jep pare për Kosovë. Në çat aspekt nuk është e logjikshme me qit aty flamurin e Shqipënisë. Nuk është e logjikshme. Tash përse aktorët e këngëtarët e Shqipënisë që janë të famshëm botror nuk japin mbështetje pare anaj sa për Shqipëni e për rininë e Shqipënisë, na s'kem faj. A me morë munimin e dikujt Kosovës e mi thonë shqiptare e mi qit flamurin e Shqipënisë atë, është se mja hup niren Dua Lipës. Në krejt atikur veç flitet për faktin që Dua Lipa ka jep pare për Kosovë, për rininë e Kosovës, e jetën e saj në Prishtinë e ma shumë. E ku lidhet këtë për flamur Shqipënisë? E tash mos më hajdeni me flamuri i kombit. Nuk është flamuri i kombit, se kombi ju s'ka flamur. E kam një video tjetër ku e shpjegoj sepse. Edhe përse është lajm i mirë, dhe që është çaq mbot nervoz kur e pava, kishte të kop. Po tani e pava se zëri e kish postu ç'është duhet. A për shkak se nuk është zër? Nuk është zër me lidh në ngjarje që ndodh për fakte e me përdor foto që ekzistojnë edhe Dua Lipës ku e marr flamurin e Kosovës ose ku ka fol me Vjosen Osmanin. Nuk është zër më gjet një foto ku Dua Lipa e pasqyron Kosovën e ju Shqipëninë. Domethënë, krejt qita gazetarë që kanë mujtë edhe me përdor një foto tjetër, kanë vendosur me mbështet Shqipëni. Tash njënën anë na ankuem se kërkosh nuk e njën Kosovën, anë qetrën anë, juve nuk ju dhimet me pasqyru në ngjarje totalisht gabim. Si atëherë edhe kur Uta Ibrahimi ka kalu 8 muajet e bjeshke më të hollta në botë, i keni thonë shqiptare. Është e Kosovës. Flamuri kosovar ekziston, por dërne, çka keni se përdorni. Ej, femna e parë në botë kosovare, që i ka kalu krejt 8 muajet në botë, e na i kena thonë shqiptar. Tash okej, shqiptare me ADN-s me mohoj. A pse mos me thon kosovare, kur krejt jetën, krejt atë arritje që e ka bo në krah të Kosovës. Shpjegoj. Unë me marë se kem këngëtar e njerëz të famshëm që non-stop mundohen me përkra e mbështet Kosovën e popullatën e Kosovës, me pasqyru se kjo është rast historike që ndodhen, se raste për herë të parë që po ndodh që po çon dikush i famshëm çat shumë parë në Kosovë. Vetëm pas pasqyru këtë rast historike në mënyrë adekuate, na shkojmë e i thojmë shqiptare me flamur të Shqipënisë. Mundesh edhe një herë, mundesh mi thon shqiptare bazë ADN-s. Kur bëhet fjala për Kosovë, e ne mbështetje për rininë e Kosovës, që ka lu në rol ADN-ja. Na këto po flasim për kombin kosovar, tash mundi më tek në komente, për shtetin i Kosovës, e na shkoj me kapër për flamur të Shqipënisë. Që Dua Lipa me session këtë video. Faleminderit shumë për këtë ndihmë, është saktë çka kem nevojë. Rinia jon është për me mbështet, ka shumë potencial, aty mos me pa potencialin e rritur këtu para se kishe jap, po na kishe në mua dhe neve si shtat me pasqyrua dhe vetveten shumë më shumë se kosovare. Edhe mediat me umësu me të thonë kosovare, edhe përse ADN e ki shqiptare, ato s'pe më hanë kërkosh. Nas mujna mu anku në stop, se se njen kërkosh Kosovën, kur gjdo rast që ndodhi qka, na i thëmë vetit shqiptar. Na dhe të mja njës me thonë vetit, shumë e ma shumë kosovar, edhe përse kjo fjalin nuk të ndronë ADN-n, a pet je shqiptar me ADN, a identiteti civik e shtetit është kosovar. Edhe mos mendo se nuk ka efekt fjallët e një njerit, sidomos normalisht fjallët e Dua Lipës kanë shumë pesh edhe në perceptim të Kosovës. Kur ja nis Dua Lipa mi thon vetit kosovare, edhe më duket që ka nisë një 2-3 vjet, po mund ta petë edhe pak më shumë. Pse mos mi thon edhe na? Pse mos me mbështet edhe na shtetin tonë, edhe na me pasqyru shtetin tonë në mënyrë shumë pozitive? Kur të këshysh që kem arrit na për që to 26 vjet pas lufte, pse mi thon vetit shqiptar? Tash s'po di ku është problemi me thon vetit kosovare. Ose nuk jetë e vre çfarë do me jeti bu shtetit Kosovës, tu i thon vetit shqiptar, ose nuk e shen sa e vlerëshme është për shtat, e sa ndikim pozitiv ka me thonë të vetit kosovare me mënyrë publike. Unë erdha në katon pak më qetësu, e pava këtë lajm, këtë postim, edhe pam o dheza. Tash në fund mu gjakun vlen për Kosovë, nuk më lën për Shqipëni, as për shqiptar, pa për kosovar. Nëse në mirëna me këtë pyetjet rreth identitetit të Kosovës, të interesoft, hajde njekom.